Qetësinë e natës së mbrëmshme në Gostivare kanë prishur 2 detonime të fuqishme dhe shumë të zhurmshme që kanë ndodhur rrugës që çon drejt 3 shkollave të mesme të qytetit. Nga policia konfirmoi se ngjarja ka ndodhur tek objektet kolektive në rrugën Pançe Popovski në Gostivar. Banorët e 2 banesave kolektive në rrugën Pançe Popovski në Gostivar mbrëm rreth orës 22:30 janë shqetësuar nga 2 shpërthime të fuqishme, të cilat janë dëgjuar njëri pas tjetrit. Detonimet e fuqishme janë shkaktuar në katet përdhes të 2 banesave kolektive me anë të plastikave të mbushura me lëng shpërthyes, të cilat janë vendosur apo janë gjuajtur në atë vend nga ana e 2 të miturve të moshës para 16 vjeçare. 2 të dyshuarit menjëherë janë kapur nga ana e policisë dhe në shoqërim të prindërve të tyre janë dërguar në stacionin policor në Gostivar, thuhet në raportin e sektorit të punëve të brendshme Tetov. Me këtë rast nuk ka persona të lënduar dhe as dëme materiale, por pas zbardhjes së plotë të rastit, 2 të miturit autor të veprës penale, prishje e rendit dhe qetësisë publike do të përballen me parashtresa adekuate penale konform ligjit. Ende nuk dihet se çka kanë dashur të arrijnë të rinjt me këtë vepër penale dhe as si e kanë bërë përbërjen me përmbajtje shpërthyese, por nga policia apelojnë që materialet me karakter shpërthyes të qëndrojnë larg duarve të çdo njeriu dhe sidomos larg të miturve. Në të kundërtën, sanksionet ligjore do të jenë të pashmangshme.